me sëmundjet e zemrës kemi për qëllim disa gjendje të brendshme, të cilat e errësojnë dritën e njeriut, e errësojnë jetën e tij, e errësojnë dritën e shpirtit e tij, e që pastaj e pengojnë njeriun të jetë i lumtur në jetën e kësaj bote, të gjej paqen me vetveten e tij dhe me të tjerët, të gjej paqen me Zotin, krijuesin e tij. Pra këto gjendje të brendshme, të cilat e fikën dritën e shpirtit të njeriut, e bëjnë atë të jetë i hutuar, të jetë i humbur në një rrugë që nuk e din se ku e ka daljen. Andaj është një errësirë e vërtet ajo zemër që e kanë kapluar sëmundjet e ndryshme në aspektin shpirtëror.